A e dije se mijëra shqiptarë u dëbuan dhe u vranë nga Nishi në vitet 1877-1878? Gjatë luftrave serbo-osmane, popullsia shqiptare e Sanxhakut, Nishit dhe Toplicës u detyrua të largohej me dhunë dhe shumë shqiptarë u masakruan nga ushtria serbe. Mbi 60.000 shqiptarë, të gjithë pothuajse musliman, u zhvendosën drejt Kosovës dhe perandorisë osmane. Shumë fshatra u shpopulluan dhe pronat e shqiptarëve u morën nga serbët. Këta refugjat u quajtën muhaxhir dhe kontribuan në popullsinë dhe kulturën e Kosovës. Disa nga mbiemrat e njohur që rrjedhin nga Toplica janë Rafuna, Shulemaja, Plana, Gjikolli, Retkoceri, Huruglica, Hergaja, Byçmeti dhe Nishliu. Masakrat dhe dëbimi nga Toplica dhe Nish janë ndër ngjarjet më të rënda në historinë e shqiptarëve.